A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammedin sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun xhaleshanu, paqja qoftë mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam. Vëllezër besimtar, ju e dini shumë mirë se rëndësia dhe roli i shkrimit dhe i librit ka qenë, do jetë dhe do mbetet gjithmonë gjëja më e rëndësishme në çështjen e Islamit. Prandaj fjala e parë në Kur'an ka zbrit ikra, të lexojmë, të studiojmë, të mbjellim farën e diturisë. Prandaj bibliotekat më mëdha ishin dikur pra në Bagdad, në Aleksandri, në vende të ndryshme, prandaj edhe atëherë ishte qytetërimi shumë i madh, edhe ekonomia dhe çdo gjë ishte në nivelin e duhur. Prandaj me dituri hecet përpara. Me pa dituri çdo kom, çdo shtet, çdo popull mbetet mbrapa. Prandaj sot unë inshallah do ta mbaj këtë video promovuese më shumë në lidhje me një libër, i cili është libri imi 9 me radhë, Historia e Islamit tek shqiptarët, i cili është në dërshkrim. Pra, ky libër ka diku një 365 faqe, janë gati mbi 200 libra, 300 libra të cituar, revista, burime të ndryshme, fillon pra nga historia e parë, e frymës parë njerëzore, pellazgët dhe ilirët në viset shqiptare, pastaj etnogjeneza ilire, dyndjet slave në rajonin ton, pastaj mesjeta, Muhamedi alayhis salam tek shqiptarët, personaliteti Muhamedit alayhis salam, Herakli, Bizanti në rajonin ton dhe Islami në periudhën e Muhamedit alayhis salam, organizimi fetar në perandorinë bizantine edhe në rajonin ton. Si dhe Muhamedi alayhis salam në shkrimet e shqiptarëve, shqiptarët në botën arabe, Muhamedi në analet perëndimore alayhis salam, toleranca osmane dhe krishterët, sistemi i xhizjes, perandoria osmane, Islami dhe shqiptarët në mesjet, Islami, po ashtu, perandoria osmane dhe shqiptarët dhe osmanët, shqiptarët dhe nacionalizmi, lidhja shqiptare për Izraelit e Pejes, osmanët dhe shqiptarët, medreset, shqiptarët dhe Islami gjatë shekullit 17, 18, 19, 20, Islami në veri, në jug, në lindje, perëndim, Islami në trujet shqiptare dhe në gjithë rajonin. Pra, është historia e Islamit tek shqiptarët, kështu titullohet libri. Prandaj, kërkoj nga çdo besimtar që shikon këtë video që të lajmërohet në telefon apo të kontribuojë në xhirollogarin që do ta ilustrojmë në këtë video për përhapjen e dijes, e librit. Ne me ignorancë nuk do të shkojmë askund. Ne do të hesim përpara vetëm me dituri. Prandaj, ky libër, pra që do të shtypet, kushton afro 3 euro, sepse është shumë i trashë. Do të jetë burim dhe referencë edhe për akademitë, edhe për studentët, edhe për akademikët, profesorët, do të jetë burim edhe për nxënësit, për hoxhallarët, për studiusit, për të gjithë, pa përjashtim. Kështu që ai që jep në rrugën e Allahut për mu përhap fjala e tij, sigurisht se ka shpërblim vetëm se xheneti. Prandaj duhet bëhemi sikur pasues të Isait alayhis salam, që është ja ayyuhalladhina amanu kunu ansarallah kama qala Isa lil havariyun nahnu ansarallah. Pra, o ju të cilët keni besu, bënu ndihmtar të Allahut. Prandaj 3 euro të juja, një libër, që ky libër jeton edhe pas vdekjes son, domethënë s'ka rëndësi se kush e ka shkruar, kam shkruar apo dikush tjetër, ka rëndësi libri dhe mesazhi që përcjell ky libër, historia e Islamit tek shqiptarët. Prandaj Allahu tha në Kur'an fa'lam annahu la ilaha illallah, ta dim pra. Pastaj tha ulil albab, të dishmit. Prandaj libri jeton edhe pas vdekjes son. Sa Ibn Qayyim al-Jauzi, Ibn Kathir, etj kanë jetuar në kalumen, hala në librat e tyre i citojnë. Libri është një prurje e re, është një studim i ri që rrallë ende s'ka shkruar kusht nga autorët shqiptar në këtë lami. Prandaj, vëllezër dhe motra, besimtarë që do ta dëgjoni këtë video, mos hezitoni me mundësitë e juaja, qoftë 1 euro, 2 euro apo me sa keni nga buxheti juaj, ta shtypim këtë libër. Ta financojmë këtë libër, ta botojmë këtë libër
dhe të jetë ky libër udhëzim dhe katalog për nxënësit, për studentit, për akademik, për njerëzit që studiojnë, për universitete, për njerëzit që lexojnë dhe studiojnë, për gjithë besimtarët muslimanë dhe njerëzit përgjithësi. Prandaj një sadaka juja do të jetë një lumë që rrjedh vazhdimisht. Prandaj kontriboni me mundësitë juja, sepse Allahu nuk e hub sadakan, sepse kjo është sadakatul xheria. Kjo është sadak që vazhdon dhe pas vdekjes sonë. Dhe pa pikë dyshimi, ai që ka shkruar, që e ka redaktuar, që e ka recenzuar, ai që e financon, dhe të gjithë pra marrin pjesë në shpërblim. Dhe shpërblimi është një gjë e veçantë tek ti, sepse ky shpërblim vazhdon dhe hes, dhe libri jeton edhe pas vdekjes tonë. Prandaj, ai që kontribon, Zoti do ta shpërblej, ai që kontribon mu përhap drita e diturisë, e ilmit, me ndryshu kokat e njerëzve. Njerëzit kanë nevojë për dituri, dhe dituria kur është në qendër të vëmendjes, qytetrimet, fshatrat, qytetet e gjërat do të hesin edhe do zhvillohen dhe implementohen. Lusë Allahun xhaleshanuhu që nga kjo video promovuese ta kuptojmë mesazhin. Mesazhi është kërkojmë nga ju që ta sponsorizoni këtë libër, ta ndihmoni të shtypet ky libër. Pra ndihmoni që fjala e Zotit të jetë më e larta. Kontriboni që fjala e Zotit të jetë më e larta. Bëhuni si Ebu Bekri, bëhuni si Uthmani, të cilët e dhanë gjithë pasurinë e tyre në libra, në dituri, në ndërtimin e diturisë, në ndërtimin e davetit, në përhapjen e davetit kudo, në të gjitha vendet, në lindje dhe në perëndim. Prandaj lutë Allahun xhaleshanuhu që ai që shikon këtë video të meditoj dhe të sponsorizoj që ky libër të dalë në dritë. Prandaj unë poshtë do t'i lë numrin kontaktues si dhe xhirollogarinë për ata që duan të kontribuojnë në libra, në dituri. Ku është biblioteka më e madhe në botë? 116 tituj diku, 116 milion tituj diku në Amerikë. Prandaj është superfici botërore, pra sepse atje është dituria. Pra na me dituri do të ecim përpara, nuk do të ecim me ignorancë, nuk do të ecim me njerëz të prapambetur dhe dogmatik, do të ecim me dituri, sepse Allahu kështu na mësoi pra, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Të lexojmë, të studiojmë, të ecim përpara dhe të jemi njerëz të intelektit dhe diturisë së lartë. Prandaj lutë Allahun xhaleshanuhu që të na falë neve dhe juve dhe mos harroni të kontriboni për shtypjen e këtij libri, qoftë 1000 kopje, 1 milion kopje, sado që sponsorizoni, ky libër do të përhapet kudo dhe do të shpërndahet kudo dhe do të rrezatojë kudo në trojet shqiptare dhe në mbar planetin tokë me emrin e Allahu xhalla xhelaluhu wa xhalla shanuhu. Nga unë vëllau juaj Imami Magjistër Arbër Berisha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paqja dhe mëshira dhe dashuria e Zotit qoftë me ju. E kulu qawli hadha